Fjala astaghfirullah e ka kuptimin edhe të kërkim mbrojtjes nga mëkatet. Domthon kur thosh astaghfirullah, qëllimi është më mbrojë Allah nga mëkatet, që mos bëj fare në to. E nëse vi më fal. Ne ka dy kuptime. Kuptimi i parë të mbrojtjes dhe kuptimi i dytë ka të shlyrjes. Mos më lejo me ra fare mëkat, më mbrojë Zot nga se Allahu xhallahu ala na ruan nga mëkat, ai na mbron. Prandaj nëse Allahu nuk e mbron robën, nuk e ruan robën, a ka mundësi më nal në mëkate? S'ka mundësi. Jemi dobët të rrshasëm. Po na lutim Allahun që ai të na ruan në këtë aspekt. Sikur që lutim për shembull namaz ose është namazi që Allahu të na udhëzon ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Gjasë Allahu është ai që udhëzon robën dhe Allahu është ai që e privon dikën nga udhëzimi me drejtsinë dhe urtësinë e tij. Dhe kërkojmë nga Allahu që Allahu të na mbron nga mëkatet. Na mbron Allahu xhallahu ala nga e keqja e mëkateve, nga pasojat e mëkateve. Nëse ndodhet të vi mëkate, Allahu të na shyn mëkatet. Kjo përfshin fjalën astaghfirullah.